natyrisht që ndikon. Unë nuk e di nëse ka në vend në botë që i marrin zgjedhjet që ka qafër zemrës, sa i marrim na. Është e pamundur më të pyet dikush çka po mendon për politikën në Kosovë. Nuk të pyet kërkosh çka po mendon. Krejtoj ministrin partije. Edhe në momentin kur ti thu që jeni një subjekt caktuar politik ose ki bindje për çdo, më një herë nalën edhe nëse është me subjektin ton, i përmend veç mirësitë që atij subjekti thotë që na jena në vendin më të mirë të mundshëm, edhe na gjithçysh e kena mirë me vul. Në momentin kur ti thu që nuk e di, se asnjë subjekt nuk i përmbush pritshmëritë e mia për vendin tëm, me një herë qynë. Hajtë se ti me këta je, veç po marrohesh. Në më thonë nuk jenë gjendje, ose pak njerëz kena, që politikën e shohin si proces, që duhet, po mendoj, si fush që duhet me që proceset e vendit për para. Nuk është domosdoshmëri një individ me qenë pa tjetër me një parti politike. Natyrisht votën duhesh me ja dhënë dikujt. Është obligim qytetar. Po, t'ja jep votën që ati që i ki pritshmërit ma të përafërta me subjektin e caktuar. Po në bindje të plot, asnjë subjekt nuk të përgjigjet, edhe ti nuk je realisht me asnjë subjekt. Në momentin kur nuk nihesh i sigurt me lobu, me vendosmëri, ose me dal publikisht me thonë që ky subjekt e meriton mbështetjen tonë, sepse secili ka të drejtë me qenë simpatizanti një partije politike. Shumë e vërtetë. E partia ka obligim me qenë serioze. Që shkabre mund që njeri në qëto zgjedhje me qenë me LDK-n, zgjedhje tjera me PDK-n, në ato zgjedhje tjera me vetëvendosjen. Edhe në fund të thirë mu, voton valla nga bëm për mu. Qysh be me lëbu për ty? Po tashun e nuk e di cili qëndrim yti është i sakt. Në cilat zgjedhje ti ke qenë vetvetja. Qysh më të mbështetun e ty, qysh për kërkon t'i votën teme, për shembull, nëse sot je në listën e vetëvendosjes, kur herën e kalume, më ke thirë në kafe dhe më ke thonë mbështetëm në një subjekt tjetër politik, se ata janë të këqia, ata janë kështu. Pra ndaj mi thonë politikarë, mëni bre mëse kesh një tjetër, sidomos ju që nuk keni stabilitet. Ti që beto mosdëshmëri e kërkon një rrugë për me hinë parlament. Mos fol bekesh për ata tjerë që nesër në është ti mu forcua ta arreshtohesh. Prap shkon. E di më, di qysh një u bre keq pak kashi elektoratit, unë nuk e di qysh nuk skuqen. Që kjo është politika? Nuk e di qysh nuk ju vjen, s'ka tërp, s'ka marë, s'ka gjunat. Pak. A di duhet pak me qendre njeri parimor, e konsideroj që fatkeqësisht modeli i politikanëve intelektual dita ditës po largohet. E kisha pas shumë qef me u rikthy. Na kemi nevojë për një frym, për një energji politike, për diçka të fuqishme, për diçka të mirë, por nuk kena nevojë me na abuzu trunin, bre.